është e mundshme Kosova me refuzu me dialogu me Serbinë? Sa i përket diskutimit të djeshëm me zotin Thaçi, aje ke shpërdorje mikrofonin. Çka mendoni për metodat që po përdoren, gazi, sprej, bllokimi fizik, do thonë involvimi i policisë në seanca? Ditën e parë kur është gjujt gazi Lëksjells, unë sa jam pa të kthy prej Amerikës dhe drejt në seancë, drejt në gaz. A besoni që do të ishte të mirë në LDK-s të pranon të jetë në qeveri duke mos e pas pozitën e kryeministrit? Cila ka qenë çështja kyçe që e shtyri zotin Mustafa të bëj koalicion vitin e kaluar me zotin Thaçi? A besoni që zoti Thaçi do të zgjedhet president apo mos zgjedhja e tij do ta prish koalicionin dhe njëkohësisht do ta çojë vendin zgjedhjet parakoshme? Ka LDK kandidat tjetër më serioz se sa ju për me zavendësu Isa Mustafën aktualisht, a shohemi dikan? Një ridizajnim i marrëveshjes në kup për Isa Mustafën president, a do ta votoni? Qysh i ka sheh qeverisjen e Isa Mustafës?